Jam shumë e lumtur për sot, për tragjedisë shumë madhe që kena përjetuar gjithë gjithë shqiptar, që shikojnë kaq shumë shqiptar të bashkuar për një kauzë që është masë e drejtë. Dje zvarr nuk është tërheq vetëm i djali Vlorës. Dje zvarrin atërheq gjithë secili prej nesh. Është tërheq çdo shqiptar zvarr. Çdo shqiptar që të kërkon të drejtën e vet në këtë shtet kapur nga mafia. Qeveria dje na ka tregu muskujt e vet në Zvërnet, po ka harru qeveria se populli ka muskuj shumë herë më të fortë. E kur na të bana bashkë, nuk ka muskuj mafia qeverie, që mundet me na fortë e me na shtyrat. Dje policia shtetit, këtë polici shtetit që nuk ishte, dhe është e turpshme për uniformen e polici shtetit shqiptar, që ato burra sot akoma vazhdojnë të marrin uniforme. Nuk mundet asnjani prej tyne me pas uniformën e policisë shtetit, ndërkohë që në hunën e tyne janë ke shtrajtu populli shqiptar, janë ke shtrajtu vëllezën e motrat tona, janë shanana motra gratë, gjë shumë e turpshme. Ai Geraldo Biba çakaj, me që kishte marrë qenë me na shashizë me radhë, sepse absolutisht kena qenë gjithë e cila femën që jena sot këtu, jena ndjetë shame të ofendu me tje. Duhet kujtohet që jena shqiptar dhe në qoftë se don me tregu forcën, jena më të fortë saj. Absolutisht shumë herë më të fortë saj. Manovrat me mafian nuk munden me funksionu me popullin. Mafia mundet me kap qeverin, ka kap shtetin, ka kap policin, por nuk ka për të kap popullin. Ne që dona me jetu me të drejt, e që dona me rrit me krenari fëmijët tanë në këtë tokë, nuk mund ta lejojmë atë që ndodhi dje. Ndaj jena sot gjithë këto, e ndaj edhe pse njoftimi ka qenë shumë vonë, jena bashku gjithë, sepse gjaku i shqiptarit na ka thirrë sot këtu për me kemë. Nuk mundet policia shtetit me na herë si syve, vetëm me shkarkimin e drejtorisë policisë të Vlorës. Nuk mundet me na herë si syve vetëm me një arrestim. Të gjithë ata punojnë të policisë private, në qoftë se janë punojës policisë private, duhet ishin sot pas hekurave. Nuk mundet vetëm njani prej tyne, ne kena pasur gjithë shumë mirë me zame fikur, se nuk ka kemë vetëm një. Ishin shumë prej tyne që morën zvarr vllajën tonë dje në Zvërnet. Dhe të gjithë ata sot duhet ishin pas hekurave. Drejtorët e policisë duhet ishin shkarkum, gjithashtu ministri Pranxhëm duhet ishte shkarkum. Shkarkum e policisën, se gjasme nuk menaxhoi protestën, se gjasme ju dhunua vila instigatori që na dhunoi për 50 vjetë. Ndërkohë që sot që u dhunu një shqiptar në sytë e policisë shtetit, drejtori i policisë shtetit Bazehir. Të gjithë ata policë që ishin aty duhet jetë të shkarkum sot. Nuk mundet një policë me uniform të bëj se hirë ndërkohë që një qytetar shqiptar dhunohet. Policia private ka obligim thjesht të ruaj objektet dhe nuk mundet të ndërhyjë në momentin që aty ka polici shtetit. Ndaj, ata të gjithë duhet ishin të shkarkum sot. Dhe ne duhet i bëjmë një thirrje shumë të madhe qeverisë që ta ndërmarrë këtë veprim. Unë vi nga Rjolli dhe prej 4 muaj shumë prej jush e keni pasur që ndonë në Rjolli. Po grabitet prona, po ndërtohet në një zonë të mbrojtur, jashtë çdo logjike që mund ndërtoj një zonë e mbrojtur. Po ke shtrajtohen banorët për nartë e vërtet, por realisht duhet të jemi sinqert dhe e vërtet, ajo që ka ndodhur në Zvërnet dje nuk na ka ndodhur. Nuk ka guxuar njeriu na marrë zvarr, pavarësisht se policia na ka shoqëruar shumë herë me forcë, po polici private të marrë zvarr banorët ishte e papranueshme, aq më tepër në përmjet e policisë shtetit. Da ju bëj një thirrje shumë madhe gjithëve që t'jena bashkë për të mbrojtur çdo milimetër që si vëll ju bëj thirrje të kësaj Shqipërie që në mund të sakrifikë të pas tane të ndrojë. Nuk është pronë e Tiranës, nuk është pronë e Pesfortit, nuk është pronë e askujt, as e Bashkimullës, as e Shoqet Kastratit, as pronë e jonë, dhe kali tregun sot. Ju falenderoj gjithë, në uroj shumë për të ta mjaftë mafjas, që përpara shqiptarë. Me lejoni të ftoj tani për të folë për të
që kemi njerëz në mendje dritur që vënë zërin për kaudat e drejta të Shqipërisë.